Agjencia Kombëtare e Ushqimit ka tërhequr nga tregu qumësht informul të përdorur për bebet Nan 1 Opti Pro 800 gram të prodhuar nga kompania holandeze Nestle. Sipas AKU, produkti i bllokuar në treg pas ekzaminimeve ka rezultuar me baktere të rrezikshme për konsumatorin. Pas kryerjes së kontrolleve dhe ndjekjes së gjurmëshmërisë, AKU bën të ditur se ka bllokuar të gjithë sasinë në gjendje të produktit dhe atë të kthyer nga tregu me destinacion azgjësimin e tij ose kthimin në vendin origjinës. Referuar njoftimit të subjektit importues në Shqipëri mbi tërheqjen nga tregu të lotit të formulës për fosht Nan 1 Opti Pro 800 gram, njoftim ky i bërë nga kompania prodhuese Nestle si mas parandaluese pas zbulimit të pranisë së bakterit cerulit në këtë produkt në subjektin prodhues në Holand. Bëjmë me dije se AKU e tërheq nga tregu, thuhet në njoftimin e AKU-s. Gjithashtu, Agjencia Kombëtare e Ushqimit informon se nga verifikimet në terren është konstatuar se është kryer afishimi i njoftimit për konsumatorin në supermarketet ku është tregtuar ky produkt.